Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Atë që këshilloj vetëm dhe këshilloj ju është që të kemi frikë Allahut. Të kesh frikë Allahun do të thotë që të vendosësh ndërmjet teje dhe dënimit Allahut pengesë. Kjo pengesa është bërja punëve të mira edhe lërja e gjunafeve. Të t'i bindesh Allahut subhanahu wa taala, të zbatosh urdhët e tij edhe të lësh gjunafet, nuk do të thotë që të largohesh nga shefet e dunjas. Kjo është fakt që shikoni edhe vetë. Nuk do të thotë që të largohesh nga shefet e dunjas. Këtë koncept do ta ndryshojmë tek vetja jonë, po ashtu edhe tek shoqëria. Që feja Allahut subhanahu wa taala nuk do të thotë t'i lësh shefet, të bosh si murg pangosësh edhe mbyllësh domethënë nga shoqëria, nga shefet e nga kreta. Jo. Por do të thotë t'i bosh shefet duke mos e mërzitur Allahun subhanahu wa taala. T'i bosh shefet duke kënaqur Allahun subhanahu wa taala. Një person që i bindet Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguarit të tij është shumë herë më i kënaqur se një person që e kundërshton atë. Një person që i bindet Allahut subhanahu wa taala e ka jetën e tij si një kopsh prej kopshteve të xhenetit. Normal ka sprova. Siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, çështja besimtar thot është e gjitha hajër. E zën sprova duron edhe me shpërblime. Po e zure e mira, e falenderon Allahun subhanahu wa taala përsëri me shpërblime. Kështu kuptohet për një hadith të saktë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këtë koncept duhet ta ndryshojmë, domethënë edhe tek shoqëria jonë, sidomos në Shqipëri, që feja Allahut subhanahu wa taala është e bukur, është e lehtë. Këtë lloj mënyre do t'ja përcjellim fenë shoqërisë tonë. Allah e rrit, Allah na bëjë të dobishëm.